Personat që hanë vezë në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjojnë në këtë, do ngeleni pa fjalë. Një studim i kryer mbi gjysmë milion njerëz në Kenë zbuloi se një vezë në ditë mund të ulë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Ekspertët thonë se konsumi i vezëve duhet jetë pjesë ditore e dietës suaj, ndërsa frika se konsumi i tepërt i vezëve mund të bëjë dëme duhet të eliminohet. Një vezë në ditë mund të sjellë benefite për shëndetin, citon profesor Rita nga Universiteti i Cambridge-it. Studimi publikuar në revistën Heart ka vëzhguar me vëmendje efektet e vezës për të vërejtur ose hedhur poshtë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Frikën që ekziston se veza mund të shkaktojë salmonel ose rrit kolesterolin. Së fundmi, shumica e doktorëve këshillojnë konsumin e vezëve si pjesë të dietës, pasi janë shumë të ushqyeshme. Ato përmbajnë nivele të larta të proteinës, vitaminën A, vitaminën D, B dhe B12, si dhe përbërës që mbrojnë shëndetin e syve. Një vezë në ditë ose 2 vezë në ditë është më së këshillueshme, citon Frankie Phillips nga shoqëria dietike britanike. Njerëzit nuk duhet të friksohen nga konsumi i vezëve. Mbase, i vetmi paralajmërim, thot Dr. Phillips, është që ta hash vezë në lloje të ndryshme të ushqimeve dhe t'i konsumosh ato brenda normës së lejuar. Vezët janë gjithashtu një burim parësor i proteinës. Fondacioni Britanik për Zemrën holli poshtë këshillat për të limituar konsumin e vezëve në 3 në javë në vitin 2007, kur dolën në dritë evidencat e reja të kolesterolit në konsumin e tyre. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur atë e konsumoni çdo ditë? Vezët e zjera përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim që përdoren në skuqe, pasi yndyrnat e tjera mund të rrisin nivelin e kolesterolit në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë në ditë 1 deri në 2 vezë pa u shqetësuar shumë për numrin e kolesterolit të lartë. Sipas të dhënave të Brightside, ngrënia e vezëve të zjera në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët do të ofrojnë yndyrna cilësore. Vezët e nxjerra nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët ofrojnë proteina cilësore. Vezët e zjera sigurisht përmbajnë edhe nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë, të cilën mundëson një strukturë të posaçme mbrojtëse edhe për muret e qelizave. Vezët e zjera gjithashtu janë shumë të shëndetshme edhe për sytë tuaj. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syve në thithjen e dritës, mbron membranat dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit, gjithashtu edhe nga verbëria. Nëse doni kocka të forta, atëherë sigurisht vezët e zjera duhet të jenë aleatet tuaja më të çmuara në këtë aspekt. Vezët e zjera janë të pasura kryesisht me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Gjithashtu, vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur për kalcium për të qenë gjithashtu akoma dhe më i fortë. Përfshirja e vezëve të zjera në dietat tuaja të përgjithshme do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vezët e zjera janë aleate të çmuara për organizmin. Konsumi i vezëve është shumë i dobishëm për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përmban të gjitha lëndët ushqyese thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Por më tepër, vezët janë një burim potencial për të marrë edhe vlera ditore të proteinës cilësore. Këto janë arsyet sipas Healthyside pse duhet të hani vezë çdo mëngjes. Ato ju mbajnë gjithashtu akoma dhe më të ngopur. Konsumi i vezëve në mëngjes është një mënyrë e dobishme edhe për t'i ofruar trupit të gjitha elementet ushqyes të cilat i ka nevojshme.
Yndyrna dhe proteinat në vezë ruajnë nivelin e energjisë dhe gjithashtu ju mbajnë akoma dhe më të ngopur. Përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të larta edhe në bazën e proteinave. Vezët konsiderohen si një burim i mirë i proteinës. Gjithashtu ato janë të larta edhe me element të tjerë ushqyes. Konsumi i vezëve në mëngjes siguron të gjitha aminoacidet thelbësore për të cilat trupi ka shumë të nevojshme. Vezët do ju ndihmojnë gjithashtu të humbisni më lehtë peshën e tepër trupore. Vezët përshkallëzojnë procesin e humbjes së peshës. Nëse konsumoni vezë të zjera në mëngjes, siguroni ndjesinë më të madhe të ngopjes. Kjo do të zvogëlojë gjithashtu edhe rrezikun e tepër të organizmit. Vezët janë të mira për shëndetin sepse do të forcojnë edhe sistemin tuaj imunitar. Vezët do të mbrojnë edhe shëndetin tuaj të trurit. Vezët përmbajnë lëndë ushqyese thelbësore të quajtur kolin, të cilët do të përmirësojnë shëndetin e trurit. Për më tepër, mungesa e kolinës rrit rrezikun e demencës. Ndaj konsumi i vezëve në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Veza përveç se është e pasur me proteina dhe me pak kalori, përpos vlerave të larta ushqyese, është shumë e shëndetshme për të përgatitur në gatime të ndryshme. Konsumi i rregullt i vezëve në dietën tuaj do t'i sjellë organizmit tuaj shumë përfitime, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët reduktojnë lodhjen dhe përmirësojnë produktivitetin fizik dhe mendor. Ato na mbajnë të shëndetshëm në çdo moshë, aktiv dhe energjik gjatë gjithë ditës. Përmirësojnë kujtesën dhe ndikojnë në forcimin e shikimit, citon nutricionistja Leticia Carrera. Një e verdhë vezë ka proteinë, kolinë, hekur dhe zinc. E bardha, sipas nutricionistes Martin Clares, siguron midis 10 deri në 20% të sasive të rekomanduara ditore të vitaminës A, vitaminës D, vitaminës E, gjithashtu edhe të vitaminës K. Gjithashtu vezët do të ofrojnë edhe shumë element të mirë të biotinës, suplementi i cili nxit edhe prodhimin e proteinave edhe në rritjen e flokut dhe mbron skalpin nga thatësia dhe irritimi. Për sa i përket mënyrës se si duhet të konsumoni vezë në mëngjes, nuk rekomandohen ato që konsumohen të skuqura ose edhe në forma të ndryshme, por veza e zjerë është një alternativa të më të çmuara ushqyese për të shtuar në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në vlerat tuaja të trupit. Për vite me radhë, vezët konsiderohen si një ushqim i diskutueshëm për shëndetin e njeriut. Dikur të fajsuara për rritjen e kolesterolit në nivele të larta, ato përjashtoheshin kryesisht nga dieta të pastra dhe shumë ekspertë shëndetësor rekomandojnë edhe konsumin e tyre në mënyrë të rregullt. Megjithatë, gjetjet e fundit shkencore kanë përmbysur këtë rrëfim. Vezët e thjeshta në formën e tyre të zjerë po njihen për përfitimet e tyre ushqyese, veçanërisht kur bëhet fjala këtu edhe për shëndetin e kockave. Studimi botuar në revistën Food and Function ka sjellë njohuri të reja mbi marrëdhënien midis konsumit të vezëve dhe shëndetit të përgjithshëm. Volumtimi ndoqi gati 19.000 të rritur dhe zbuloi se ata që konsumonin afërsisht 1 deri në 2 vezë në ditë kishin kocka më të forta se ata që nuk i konsumonin dhe i shmangnin plotësisht vezët nga dieta e tyre. Në këtë mënyrë specifike, pjesëmarrësit që ëngrën vezë të zjera rregullisht treguan një dëndësi kockore 72% më të lartë, duke përmirësuar kështu shëndetin e femurit, dëndësinë kockore më të lartë në pjesën e shpinës me 83%. Këto gjetje sfidojnë në supozimet e mëparshme në lidhje me rrezikun e ngrënies së vezëve dhe nxjerrin në parë rolin e tyre në promovimin e shëndetit të kockave, veçanërisht të rriturit që preken nga osteoporoza. Gjetjet e studimit sugjerojnë se vezët mund të kontribuojnë në shëndetin më të mirë të dikujt thjesht duke i përfshirë ato në formën e tyre të zjerë. Vlerat që do të merrni në këtë aspekt do të jenë të larta dhe mbi të gjitha, ato janë të vlefshme edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj. Është e rëndësishme të konsumoni 1 deri në 2 vezë çdo ditë, kryesisht në formën e tyre të zjerë për të marrë këto përfitime, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.